Mbi 40 milion euro nga plani i rritjes kanë humbur për arsye se nuk janë respektuar nga institucionet e Kosovës afatet kohore të dakorduara me Bashkimin Evropian. Të gjitha ato hapa që kanë qenë pjesë e planit të rritjes dhe afatet kohore i kanë pasur në kvartalin e parë të 2025-ës, afati kohor për zbatimin e tyre ka qenë, përfundimtar ka qenë kvartali i dytë i 2026-ës. Prandaj të gjitha ata hapa që nuk janë zbatuar, nuk është arritur që të disbursohen, të merren mjetet nga ana e Komisionit Evropian. Në parim përgjegjësia është institucionale, është përgjegjësia e institucioneve të Republikës së Kosovës, qeverisë dhe kuvendit në veçantë. Të gjithë hapat që janë të përfshirë në kuadër të planit të rritjes kërkojnë institucione funksionale. Disa prej tyre kërkojnë miratim vetëm nga qeveria, por shumica prej tyre kërkojnë miratim edhe nga qeveria dhe nga kuvendi i Kosovës. Në parim duhet të kemi institucione funksionale që të zbatohet plani i rritjes. Institucionet e Kosovës duhet i kushtojnë rëndësi procesit të integrimeve evropiane në përgjithësi dhe planit të rritjes në veçantë. Gjatë vitit të ardhshëm në kuadër të planit të rritjes janë mbi 50 hapa të paraparë që të zbatohen gjatë kësaj periudhe. Prandaj institucionet duhet i marrin me seriozitet zbatimin e këtyre hapave në mënyrë që të mos humbim, në mënyrë që të mos vazhdojmë të humbim mjete nga plani i rritjes. Duhet të kemi parasysh që janë mbi 882 milion euro të cilat Kosova mund t'i përfitojë në këtë proces. Dhe nëse vazhdojmë me trendin e humbjes së gjysmës së mjeteve në afate kohore, atëherë Kosova nuk do të arritë të përfitojë as 400 milion euro nga mjetet e dedikuara për Kosovën.